reformimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është kthyer në një domosdoshmëri në një botë ku ka ndryshuar rrjedhësisht që nga viti 1945, pra kohë që është themeluar kjo organizatë. Sigurisht ky 80 vjetor, përveç se për të parashtruar ndoshta të gjitha arritjet dhe sfidat, në fakt për mua do duhet të ishte një pikë kthese për ta përshtatur OKB-n në një realitet të ri ndërkombëtar. Dhe kjo, për hir të së vërtetës, ka qenë edhe në fokus të gjitha fjalimeve që janë elaboruar në këtë asamble 80 vjeçare, pra për të përkujtuar, le të themi, 80 vjetorin e themelimit të Kombeve të Bashkuara, për të krijuar dhe për të kërkuar një qasje tjetër të kësaj organizate përballë botës gjithmonë në ndryshim, për më tepër që sot jemi pothuajse në një realitet komplet të ri gjeopolitik.